Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Countdowni politik tashmë ka filluar me shifrën 10 për zgjedhjet e 11 majit. Kandidatët e gjitha forcave politike jo thjesht janë në pikun e gjithçkaje që ndodh në fushat elektorale, por duket sikur edhe gjakrat janë ndezur dhe brenda partive. Megjithatë, ne do të shohim në ditën e vazhdim se si do të vijojë fushata, pritshmëritë janë shumë të ndryshme. Ne vazhdojmë këtu në Dekalog të ftojmë kandidatët, sot do kem 3 kandidatë të Partisë Socialiste, do kem fillim Arben Plumbin, kandidat në qarkun e Tiranës, më pas Kejsi Elezin, po në qarkun e Tiranës, dhe e treta, e ftuar i tretë do jetë Ina Majko, kandidat e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Po, pra, në fillim thash Arben Plumbi, kandidat i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës, një mik i hershëm i emisioneve të mia, 2 herë deputet dhe synon të marrë mandatin e tretë. Zoti Plumbi, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju për ftesën që më bët. Si po shkon fushata? Ju tashmë nuk quheni si para 10-15 viteve politikan i ri, por jeni futur dhe ju te, po themi ata të vjetrit me përvojë në PS. Po kjo është e vërtet, në fakt eksperienca në politik është e rëndësishme dhe besoj të ndihmon edhe në mënyrën e bërjes së fushatës, sepse je një figurë e cila ka realizuar edhe betejat e veta, ka ndërtuar një statur të vetën. Dhe sigurisht është një lloj arme në betejat që vjen. Po kohët ndryshojnë, brezat rriten, ka votues për herë të parë, dje kam qenë në takim me disa votues për herë të parë, të cilët disa prej cilëve dëgjonin për herë të parë emrin tim, kështu që ka avantazhe dhe dizavantazhet e veta. Dëgjonin për herë të parë emrin? Disa janë votues për herë të parë. Nuk do ta din shumë. Sa është numri aty që votojnë për herë të parë? Është i madh, Është i madh. 100.000 mos gaboj në rang republikan? Në rang republikan është diçka e tillë, po. Okej, do të kërkoj ndjesë vetëm për ndërprerje, për publicitet. Unë falenderoj Institucionin Monetar Manigram Invest që është sponsor general i emisionit tim Dekalog këtu në Dritaret e TV me sloganin e njohur transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kudo. Manigram Invest ka një njoftim shumë të rëndësishëm. Institucioni i pagesave për shërbimin Manigram risjell shorteun për klientët e tij. Klientë të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga data 14 prill deri në datën 14 korrik, me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agent të AK Invest do t'ju mundsoj të bëni automatikisht pjesëmarrës në shortem që do të zhvillohet në Edila Shqiptare në televizionin Klan në datën 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë herë merrni pjesë në shortem. Për çdo transfer ju do të kualifikoheni më njëherë si pjesëmarrës në shortem, i cili do të ketë 6 fitues me një shumë 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertën e tretë, ju kualifikoheni dhe si pjesëmarrës në shortem nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Pra, 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj dhe 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Institucionit Monetar Manigram AK Invest që është sponsor general i emisionit Dekalog këtu në Dritaret TV. Si janë pritshmëritë? Çfarë synoni zoti Plumbi, sepse ne sot nuk e dim sa vota duan, por ju jeni, po them, familiarizuar me këtë formulën e re, por edhe të çuditshme që Einsteini duhet në i trua Einsteini X plus Y baras me Z, më duket mua, se ti ke qenë në shkencat eksakte nxënës dhe student ekselent, po hajde je ti këto 3 panjora. Në fakt ne jemi detyruar të bëjmë një ndryshim në kod që ju e mbani mend për hir të një vendimi të gjykatës kushtetuese e cila hoqi hersin. Po? Dhe sigurisht që është hera e dytë kur ka dhe votë preferenciale, por është hera e parë kur 37 veta në listë kandidojnë në votë preferenciale. Të 37. Çdo më thon votë preferenciale. Domethënë që votohet emri. Votohet edhe emri. Përveç forcës politike, votohet edhe emri. Pra 37 veta luftojnë me emrin e tyre për të qenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Edhe përpara votohesh emri? Votohesh emri në 2021, por brenda numrit të mandateve që merrte Partia Socialiste ti kishe një lloj mbrojtjeje dhe ai që vinte jashtë duhet të thyente hersin për 10.000 votash. Pra kishe një lloj kalkulimi. Si vjet është për herë të parë, është e vërtet që ne nuk e dim cila do të jenë shifrat, por një gjë dihet me saktësi se sa numra do të marrë Partia Socialiste në Tiranë. Ne nuk e kemi fshehur, ne synojmë që të kemi 19 mandate në Tiranë si minimale dhe synojmë mandatin e 20. Në optimizmin tonë mund të shkojmë dhe tek 20 e ishi.
por jemi midis 19-20 për të qenë më me këmbë në tokë kur flasim për llogaritë tona, në këtë rast edhe llogaritë e mia personale. Çka do të thotë që duhet të jenë 7 ose 8 mandate që plus 12 fitohen përveç 12-shës, e cila sigurisht për Partinë Socialiste nuk është një problem të ketë ato 12 mandate se i ka. Po, si çfarë dhe një deputet ata janë në rregull, tha, mjafton mos i shtyp makina, tha dhe deputeti juaj ka thënë, që s'është tani në listë. Se mirë për te shakas. Jo, ai kishte me vërtetë, ai kishte me vërtetë se shaka kjo. Ajo që synohet sot nga ne që jemi në garë të hapur është pikërisht që ti të mund të renditesh ke 7 pozicionet e para të kësaj liste, personalisht. Po për te kësaj, gjë e rëndësishme, sepse ju thatë që ne jemi një pjesë e mire jona, jemi politikanë tashmë me një eksperiencë të caktuar, pjesa më e rëndësishme kësaj është fitoria e forcës tonë politike. Dhe ne jemi një skuadër që jemi hedhur në fush për të realizuar një rezultat fitues për Partinë Socialiste. Më ndjet të ndërpres këtë formulën që ne punojmë për jemi skuadër dhe punojmë për Partinë Socialiste. E keni kështu që duhet ta thoni gjithë zoti Pllumbi? Po jo, ky është realiteti, nuk është puna thjesht e themi për demagogji këtë gjë. Mos fiton, çfarë rëndësie ka në thonjza, nëse fiton një nga ne, po humbet Partia Socialiste. Nuk është ky qëllimi pra i daljes në betejë. Ju e dini që ne dhe formulën e re të këtij kodi zgjedhor e zbatuam në një mënyrë pak inovative, pra duke lënë pjesën më të rëndësishme të deputetëve të saj, duke lënë në listë të hapur. Pikërisht që të prodhojnë më shumë mandate, kush ishte autori kësaj formule? Për të gjithë bashkë. Jo, flas formulën në KQZ njëherë, jo për zgjedhje. Në KQZ ishim të detyruar sepse nuk mund të bënim do ndryshime më të mëdha. Nga vendimi i gjykatës kushtetuese hoqëm Hersin dhe rrjedhimisht duke hequr Hersin ky dilte rezultati i zbatimit të kodit zgjedhor. Jo, mund të kishte formulë tjetër, por duhet merresh vesh me Partinë Demokratike. Po kështu duhet të kesh mirë, duhet të kesh ekselent në matematikë që ta kuptosh këtë formulë të këtyre zgjedhjeve? Jo, nuk ka të bëjë, është një formulë e komplikuar në llogaritjen Jo, e komplikuar, po është si ato ushtrimet me yll, zoti Pllumbi. Në përllogaritjen e mandateve, po në fund fare nuk është një gjë që nuk e njohin, e kanë dhe vende tjera që e zbatojnë. Ne sa herë kemi folur edhe bashk, unë gjithmonë kam thënë që nuk ka një kod i cili të jetë perfekt, të mos ketë të mira dhe dizavantazhet e veta. Mënyra se si e zbatojmë. Po për te kësaj mendoj që pavarësisht se cili është kodi me cilin ne duhet të shkojmë në zgjedhje, kodi nuk duhet ndryshojë kaq shpesh, sepse elektorati çmësohet me gjën. Pra, ne i takojmë njerëzit dhe ju themi që shiko, do votosh, po do ditë po shiko se nuk është si në 2021, është pak më ndryshe. Dhe detyrohesh të i bësh një leksion. Ja, të lutem regjia, të lutem që mos kemi votat pavlefshme. Fletën e ke shumë të drejtë, sepse unë duke komentuar ose duke pyetur gjithë të ftuarit që janë kandidat, secili e shpreh këtë problem, këtë siklet. Ja, kjo është, leqë është fleta, si qarë qafë në zotin Pllumbi, po. Po s'ke qarë, nuk e qarë i bërë janë shumë emre, nuk ka se si të bëhet ndryshe, po deshe vot preferenciale, kështu do bëhet, nuk ka si të bëhet 420 ca. Po, 37 për 11, është e bërë. Jo, 37 herë 10 plus pësej 37, se aty, pëndaj. Kam i pyetje, Arben Pllumbi, ku ta gjejun tani, kur... Ja, ke numri 5, Jo, numri 5, po hajtë të gjejmë në aty Arben Pllumbi tani. Unë duhet vë dylbijat në atë moment tani. Pikërisht, prandaj them që krahas punës së madhe që ti bën për ta bindur dikë, do duhet të t'ia shpjegosh. Pse? Sepse kjo fletë është për herë të parë. Pra nëse elektorati do të ishte i mësuar me këtë fletë, më prej 20 vjetësh që votonte në këtë mënyrë, nuk do kishte nevojë t'ia shpjegoje. Pra ndryshimi i shpeshtë, do ta kisha fjalë, ndryshimi i shpeshtë i kodit zgjedhor krijon një problematik dhe për elektoratin që në fund fare zgjedhjet për të janë. Pra ai është që voton, elektorati është që voton. Ti nuk duhet ja bëjmë të vështirë votën e tij dhe shprehjen e vullnetit të tij, në këtë sens e kisha fjalën, por që të mund të ndryshosh kodin do duhet patjetër 84 vota, të cilat nuk i ka një. Do të thonë zoti Pllumbi, në 11 zgjedhje parlamentare mbas rrëzimit të komunizmit, ne kemi ndryshuar 11 herë mënyrën se si voton. Jo, 11. Aty afër. Jo, 11 kanë ndryshuar gjitha. Në 91 ndryshojnë, në 92 ndryshojnë, në 96 ndryshojnë, në 97 gjitha kanë ndryshuar. Në 92, në 96 mund të kemi pas. Shko, ka qenë një periudhë kur ka qenë majoritar.
majoritari i pastër, pastaj kishte ose kishim ato me ato me ato 40 mandatet e famshme. Po ka qenë pothuajse i tillë, dihesh në majoritar, ndesheshe ballë për ballë. O njërin o tjetrin votot elektorate dhe ishte më thjesht. Mbas 2009-s kur hyri proporcional rajonal, sigurisht filluan të kemi në çdo palëzgjedhje të kemi për humor zoti Plumbi kur pyeta Ilda Zhulalin, o Ilda, ku ta gjej unë emrin tënd këtu? Është shumë e thjeshtë, më tha mua. Ajo kishte e fundit, është shumë e thjeshtë, pse jo tha, shko stemën, më tha mua, stema e letrës, po, në cep të stemës, thashëm, që a e kupton, domethënë, po mirë, po këta tjerët, 400 tjerë që s'kan stemë afër, thashëm, si bëhet? Kështu që ajo është një gjë vështirë dhe unë kam përshtypjen që do ketë probleme në votim. Rëndësi ka që të kemi sa më pak fletë pavlefshme në mënyrë që elektorati ta shpreh vullnetin e tij, ose më saktë vullneti i shprehur i elektoratit të mund të transmetohet në një rezultat sa më të saktë. Tani, pyetja që është më e rëndësishme për listën aty është zoti Plumbi. Me këtë do fitoni ju me Anila Dene, Pandeli Majko, Ermonela Felaj, Rion Braçe, Blendi Gonxhe, Tilda Gjona, Fatmir Xhafa, Klotida Bushka, Mimi Kodheli, edhe të tjerë, po këta janë figurat më të rëndësishme. Unë i vura dhe zonjat, pavarësisht se do të ato e kanë garën mes tyre, po në këtë listë janë kanë mes tyre, po kanë të menen. Po sigurisht, po jo, e kanë mes tyre në kuptimin e formulës, se kisha 1 në 3. Në aspektin e formulës, ideja është që në rast se një zonjë ka më pak vota se sa një burr, për hir të 30% në mund të përfitoj. Po një zonjë mund të ketë më shumë vota se sa një burr dhe mund të ketë automatikisht sipër. Atëherë me këtë do fitoni ju që të arrini. Ne jemi në garë të 37. Me të 37 duhet të fitojmë dhe të renditemi në krye të kësaj listës. Për këtë po luftojmë, për këtë po përpiqemi. E kishe menduar këtë përgjigje, duhet. Jo, pse po kështu është realiteti, nuk është se duhet shumë. Tani, këto jo programi, jo po kështu nuk po të pyes, sepse kam dëgjuar kryeministin dhe mbaron ai fillon bile kishte një sy 4 orë e 9 minuta. Kështu që nuk po të pyes, dhe unë i kam ndjekur gjitha. Tani, të lutem zoti Plumbi, fol pak për vete, ku është Shërben Plumbi? Ma mirë kështë pyetur për programe, po. E di unë që je modest, unë të njoh, por është shumë e rëndësishme që publiku të njohë kush je. Unë jam i laureuar në inxhinieri, pra kam mbaruar shkollën e lartë Universitetin e Tiranës në vitin 88 në inxhinieri elektrike. Ka punuar për disa vite në institute të ndryshme. Jo, pritje, ti ke lindur në Tiranë? Unë kam lindur në Korçë. Në Korçë, po më kujtoj. Edhe pse familjen e kisha në Tiranë, po për arsye të ndryshme. Jo, na e treguar. Preferuan. Jo, na e treguar. Se është shumë e bukur. Po, njifnin doktorët atje kishin më shumë, ishte familja aty ishte. Në vitin, ke lindur në vitin? 1965. 65. Dhe njërin doktorët, nga Tirana shkon në Korçë. Shkon në Korçë, po. Po Tirana nuk është ajo që ishte sot, në 65 nuk është se ishte. Po e llogarisë Tirana Korçën atëherë. Se llogarisë fare. Dhe jo, para se duhet të jeni nga Korça. Po, sigurisht unë këtu jam rritur, këtu jam edukuar, këtu kam zhvilluar të gjithë arsimin që nga klasë. Qerë dhe kopësht. Pastaj direkt lindë atje erdhe këtu? Sa ditë të mbajtë në Korçë? Po, disa muaj. Disa muaj? Nuk të regjistrohen atje? Ja, nuk të regjistrohen. Ju jeni... Megjithatë unë e kam përnder që e kam vendlindje në Korçë. Nuk i ka shumë mendje, e ka marrë vesh kryeministri që ti ke lindur në Korçë të çoj atje drejtues qarku nga këto, apo e ka është në patronazhin e Niko Peleshit, Kemi drejtues shumë të mirë qarku në Korçë. Okej, tani pritje mos kalo direkt te universiteti, se pavarësisht te universiteti ka ca gjëra tjera ti për treguar. Je fëmia i parë i madh? Po, unë jam djali i madh. I dy prindërve të nderuar, profesor Servet Plumbi që unë kam shumë për zemër dhe e përshëndes profesorin. Është një aset jo juaj familjar si baba, po një aset i politikës shqiptare, i Partisë Socialiste, i politikës shqiptare dhe e shtetit shqiptar, sepse ai ka mbajtur funksione deri kryetari i kuvendit dhe është një nga kryetarët e kuvendit më të vlerësuar. Tani, ti kalove direkt te universiteti. Prit këtu ngrit. Sa fëmijë jeni ju? Ne jemi dy djemë, unë edhe i mdha që është më i vogël se sa unë. Ai ka lindur në Tiranë. Ai ka lindur në Tiranë. Nuk u bë më ai transferim. Kam mamaja ime
Lavdia ka përfunduar fakultetin e histori filologjisë, ka punuar gjithë jetën Këtu në Tiranë, në Universitetin e Tiranës? Po, gjithë jetën në bibliotekë, pra ka qenë pjesën akademike të... Jam rritur në një familje intelektualësh, mes librave, mes logjikës realizimit të detyrave duke punuar fort. Dhe sigurisht kështu e... Po ç'te ti të shkencat eksakte, babai dhe mamaja të shkencat... Ka qenë një periudhë kur me e kujtoj mjaft mirë, mbarova klasën e 8. Po? Te cila shkollë? Unë kam bërë Kjallë Qikondi pjesën 5-8. 5-8, do të 8 vjeçare. 1-4, kam lëvizur një çik se... Pse? Po, kam lëvizur një çik se djeja shkollat që ishte mësimi para dite, se nga që s'kishte kush më mbante, më varë në Chelsea në qafë dhe duhet shkoja... E ke kaluar atë shkollën Chelsea në qafë. Duhet shkoja ku ishte para dite, kështu që... Ke lëvizur? Kam lëvizur nga një shkollë ke tjetra. Kam qenë kemi Ndurago, pastaj kam qenë kemi Gjeni, pastaj kam lëvizur ca shkolla. Pastaj kam bërë Qikondit. Dhe kur kam mbaruar këtë, për herë të parë, hapet në Politeknikum, hapet dega e elektronikës. Po jo, shkollën mesme kë ke bërë? Po pra, kam bërë Politeknikumin. Politeknikumin, jo gjimnaz. Dhe u hap elektronika për herë të parë. Dhe unë isha shumë i apasionuar në bastë elektronikës. Nga kush e kishe këtë? Nuk e di, më vinte vetë-vetiu. Ken genetik në Xhaxha Hallo Teze? Jo, s'kam asnjë. Kishin filluar të televizorët. Kanaqët? Si që më akoma ke kanaqët, unë kam bërë shumë kanaqët. Ke bërë? Ja, prit. Nuk ishim ke kanaqët akoma këtu në këtë moment. Ti ke bërë shumë kanaqë? Po. Shkollë të mesme? Edhe më vonë. Antena kam prodhuar. Antena? Po, i logaritja vetë i bëja. Fsherë. Fsherë, që të thoshe babi tani? Po, që të më thoshe, e vija natën onë. I vje fsherë asë dhe babit? Edhe, në një herë edhe. Nuk ja kaloj do të profesorën se vetë plumbit e tani? Nëjse, për te i kësaj, do më thëmë, pëse hu futa në pjesë e inxinjerisë? Pra, kish filluar të më pëlqente kjo pjesë e elektronikës, shpilluar televizorët, kishin defekte herë mbasere, se nuk është se ishin të sofistikuar si sot. Sa ta montojshin durës? Unë kisha shumë pasion kur hapeshe për të reguluar e shikoja e bëja. Këtë filloj shkollës mesme? Kjo gjë, për para flasë. Për para shkollës mesme? Para shkollës mesme. Qëfar televizori kishin shpi? Një Adriatika. Adriatik kam pas vetë. Adriatik ishe? Po, një gjë e tillë, po. Si ishin Adriatikët? Ishin më të cilësorë se Iliria dhe Butrindi? E njëta gjë ishe, nuk është se ndryshonte shumë, vetëm emër komercial. Dhe kur prishe, çfarë bëheti? Vinin tekniku që rregullonte njëri i familjes tonë, e shikoja dhe më lindi një lloj pasion kur shikoja ato dritat që hapeshin llambat. Dhe të thash, në Politekniku u hap për herë të parë dega elektronikës. Dhe unë me atë dëshirën e të riut, pse mos shkoj, notat ma lejoni se isha me 10, kështu që kisha mundësi të shkoja. Dhe u regjistrova në Politeknikum dhe aty e mora drejtimin e zhvillimit ose arsimit teknik inxinjerik. Unë kur mbarova Politeknikumin, detyrimisht në inxinjeri do shkoja. Jo, aty s'kisha aty, ty ishe në... I vetmi ndryshimi ishte që unë të mesmen e bëra për elektronik, po nuk shkova dot në universitet për elektronik. Shkova për elektrik? Shkova për po pse nuk të dhanë për elektronik, se ishte dhe moda atëherë kështu? Ishte, po nuk ma dhanë se gjatë periudhës kur unë zhvilloja shkollën e mesmen, e patëm një shumë familje, Xhaxhai mu arrestua, u fut në burgë. Tani jo, ma trego... Unë isha një i ri me njollë në biografi dhe nuk mund shkoja në elektronik, duhet shkoja në elektrike. Këtë do ma trego, sepse familia Plumbi është shumë modeste dhe s'ka pasur kështu, po profesor Plumbi, baba juaj mua ma ka treguar dhe ai e ka përjetuar keq atë. Tani, të lutem ma trego këtë me pak fjalë. Si ndodhi, çfarë ndodhi? Pra sa mund të kujtoj në atë kohë, po pjesa tjetër ka të bëjmë ato që kemi lexuar, kemi lexuar në brapa, pasi kanë hapur dokumente. Po, kam 17 vjeç. 17 vjeç, po isha në vit 3 Politeknikum, dhe në atë periudhë ishte koha kur doli grupi armiqësori Mehmet Shehu. Ishin në 82-shin, pastaj u arrestua edhe Xhaxhai. Xhaxhai ju e si quhej? Lirim Pëllumbi. Çfarë punë bënte? Ishte drejtori degës brendshme në Durrës. Po pse arrestuan çfarë akuzë? Po se duhej të krijuar grupi. Ai grupi nuk ishte me 2 veta. Do të ishte me 2 veta, do të ishte shumë i madh. Dhe i shtrir në gjeografi.
E hëngri. Do të vllai babaj. Po, e hëngri Xhaxhai që bëri 7 vjet burg. 7 vjet burg, ë? Po akuzat çfarë ishte? Po e morën si për grup kriminal, si grupi e morën për grupin e Mehmet Sheut, armiqësor Mehmet Sheut, po pastaj nga që nuk i gjetën dot gjë, e lanë si për shpërdorim detyre, dihet ajo në fund fare kur s'të gjejmë gjë. Do të thënë se ata arrestonin një herë, arrestonin pastaj bësh po përpoqen ta ashtu, por nuk si gjetën asnjë fjali ku të mund të thoshin këtë thënë shiko se s'ka bukë. Nuk i kishte thënë as të fjalia ai, kështu që nuk ja bën dot, po gjithsesi e ke përjetuar burg. E kam përjetuar në në disa momente të vështira, po të më i lejosh të them, e para ishte kjo çështja e shkollës, edhe pse unë e mbarova shkollën e mesme me medalje ari dhe mund të zgjidhja degën. Po, mund ta zgjidhja degën. Polikumin me 30? Mund ta zgjidhja degën, nuk e zgjodha dot, dhe sigurisht për mua që se kuptoja që ishte lufta e klasave, edhe pse isha 17-18 vjeç, po. Qeni vogël. Nuk e kuptoja dot se ç'do të thotë. Për sa kohë mësoj pse mos më ka qenë një moment zhgënjimi, një moment i dytë zhgënjimi ka qenë mbasi mbarova universitetin, edhe ata e mbarova me nota shumë të mira. 5 vjet. 5 vjet, po inxhinierinë elektrike, isha 4 studentët më të mirë dhe duhet të caktohesha një nga institucionet, o duhet rria pedagog, ose duhet po kështu ishte rregulli pa shkruar. Institutet. Një nga institutet. Nuk rria dot sepse ishte i mat pedagog në atë kohë, duhet shkoja në një nga institutet, isha me 9.6 diçka e tillë, kam mbaruar inxhinierin. Në atë vit 9.6 po ato 0.4 po mora diku në 8, në 9. Kështu në histori partie? Jo, bëhet çuditshme më habit kjo, ose edhe pavarësisht që unë e kisha marrë emërimin. Po? Ku? Në Institutin e Energjetikës, pasi mbarova inxhinierin. Në atë vit, për herë të parë dhe të vetme, u bën disa eksperimente në një logjik që Ramiz Alia e futi në atë periudhë të vetë emërimeve, dhe të gjitha vendet ku duhet emëroheshin studentët e rinj ndante klasa. Kaluar vetët gjë, kam kaluar vetë. Sa votuan për ty? Ma thuaj pak. Po nuk është puna sa votuan. Jo, po e di këtu, asnjë tjetër se kupton këtë brezi tjetër. Sa të votoj klasa? Nuk kam fjalën sa të votuan, por ti shikoje shok të tut, me të cilët unë kisha qenë dhe në Politeknikum dhe në Tler, pra 9 vjet bashk në një klasë, të cilët të përmendin që ti kishe Xhaxhan burg, wow. 20 vjeçare. Edhe nuk e meritoje që të rije në Tiranë, po unë po një institut do shkoja, nuk diskutoheshe, se i kisha notat të tilla. Pra s'mund të rije në Tiranë, se kishe Xhaxhan burg, po duhet shkoja në Laç, për shembull, në institutin e Laçit. Se cili është diferenca në aspektin politik, unë nuk e kuptoja dot këtë gjë. Ishte thjesht një luftë brylash, lindur që atëre, kështu që unë jam mësuar me këto, pas ka kaluar herët. Tani një pyetje kam, shokët e fëmijërisë tu kush ishin? Shok fëmijëria është e gjatë, sigurisht që... Po e gjatë, po 3-4 shok shënjohen? Edhe kanë ndryshuar... Nuk po të pyes shok të rinisë, shok të gjimnazit dhe të fakultetit, të fëmijërisë. Shokët e fëmijërisë në përgjithësi janë shokët cilët i kenë në lagje, në pallate. Në shkollë. Në pallat, ose që të lidh. Po pallatit të lidh edhe me shkollën. Jo, shokët e fëmijërisë nuk janë personazhe që i njohin. Po do në një që ta përmendësh që e mban mend për mirë gjithmonë, që e rrit me të? Sigurisht jam. Kush? Kam. Si quhet? Sullo Gorishti quhet për shkak. Ku është tani Sullo? Sullo është një inxhinier tekstili në Tiranë, punon. E ke akoma shok? Dëgjojmë janë mbasere, po nuk të interesat na janë... Po në gjimnaz? Në gjimnaz, në Politeknikum? Në Politeknikum. Ose si që thosh, Polikumi. Polikumi. A ishe bukur ajo. A ishe Politeknikumi dhe Polikumi. Thoshim Polikums Brother and Company, ishe shpreja që... Thoshim e ca tjerën e Polikum hum, kur kishe ndeshje futbolli. Që ju e thoshit e. Ne në shanë me i gjë tjetër. Se nuk e dinta që kishe Spartakiada dhe aty për plasë në shkollat e mesme. Je marrë me sport? Jam marrë për disa vite me volejboll, deri në moshën 16-17 vjeçare. Me kë ekip? Me Partizanin. Po pse me Partizanin? Që nga 10 deri 17 vjeç, për një 7 vjet jam marrë me volejboll, deri tek ekipi të rinjve, pastaj... Se i gjatë je? Një 90. I zgjedh partia e kuadrot, i do një 90. Fakti që
duhet shkoja për ditë të bëja stërvitje dhe kjo kur më mbri në një nivel të saktuar, pra kur ishe zamos, kur mbrita tek të rinjt, duhet shkoja për ditë të bëja stërvitje. Ishe i talentuar? Thonë që isha, po nuk e di, nuk e vura vete në provë atje ku duhet ta vija, sepse në kulmin e moshës që mund të në moshën 17 vjeçare u të roqja. Më kë ke luajtur? Kishe në që e kujton sot? Kujtoj patjetër sepse shoku im i ngushtë i shkollës, i bankës, i këto ishte kundërshtari im, ishte ke Dinamo, ishte Adrian Doçi. Adrian Doçi, ti ke luajtur me Adrian Doçi? Kundër, ballë për ballë. Çfarë thua? Gjithë ditën ishim në klasë bashkë, pastaj. Çfarë thua? Po si ke lëmë në bollë ti? Ndesheshim mbas dite, ndërkohë vazhdoi vëlla, pastaj ai po mbriti deri në ekipin kombëtar. Arriti me ekipin kombëtar vëllai. Do të për voleboll të dy. Po, të dy edhe. Në shkollën mesme kush ishte shoku i disa shok? Ky Adrian Doçi, kaq. Po në fakultet? Në fakultet, pastaj sigurisht kemi pasur një grup më të gjerë shokësh, por gjithmonë bëjmë fjalë tek inxhinieria. Kështu që kush janë? Edhe në inxhinieri duhet kemi parasysh që ka shumë pak njerëz ose shumë pak shokë që vinin nga Tirana. Pjesa më e madhe ishte vinin nga rrethet, sepse dhe industria ishte zhvendosur atje, pra. Askush nuk vinte në një deg të caktuar kështu kot, pra me që dua të bëj këtë gjë, sidomos në këto pjesët e inxhinierisë, dhe duheshin apostafat sipas zonave ku edhe ishte zhvilluar inxhinieria. Ma kam pasur plot shok edhe në inxhinieri, me të cilët kam edhe kontakte sot, po një pjesë e tyre nuk janë. Tani si shikojnë këta, ty që jenë në politikë, si shikojnë këta shokët, miqt, këta të fakultetit, të fëmirisë, të polikumit? Po, në qoftë se flasim për shembull për ata që janë këtu edhe e kanë vazhduar rrugtimin e jetës bashkë me mua, për shembull një shok shumë i mirë imi i Politeknikumit është regjizori Petri Bozo, që kemi qenë bashkë. Se Petri ka qenë polikum? Po. Kemi qenë bashkë edhe jemi shok që nga mosha 14 vjeçare. Po kjo nuk e kisha, ti besoj nuk e kisha menduar ndonjëherë që me mamën e Petrit do ishte të dy deputet në parlament, ë? Unë jam rritur në shtëpinë e Nena Lulës, edhe unë edhe në parlament, nga ndonjëherë më rrëshqiste goja kur unë drejtoja komisionin dhe kisha në komisionin tim. Më rrëshqiste goja ndonjëherë thosha fjalën e ka Nena Lulja, pastaj Po sa e bukur kjo, sa e bukur. Që disa herë të ka gatuar Nena Lulja. Shumë herë kemi bërë shumë festa bashkarisht, po në shtëpitë reciproke në atë periudhë di që nuk është se kisha mundësira tjera, kështu që shumicën e festave i bënim në shtëpitë e secilit edhe. Tani nuk shpëton dot sa herë të marrë një intervistë pa bërë pyetjen e përhershme. Çfarë porosie ka dhënë babai për këto zgjedhje? Sepse ti ke një fat tani çdo kandidat aty do donte të merrte një këshill nga profesor Servet Pllumbi. Domethënë që është një nga personalitetet më të larta të partisë. E jo më ta kesh baba. Jo, sigurisht që këshilla nuk është një këshill që o bëj këtë, se nuk ka një këshill apo një recetë e gatshme për konsultime, po, në mënyrën se si duhet afrohemi, si duhet bëjmë, si mund të jetë një slogan, cila mund të jetë një mënyrë lëvizjeje. Po ai këshillën më të rëndësishme ma ka dhënë ndër vite, duke më edukuar që të jem një tip politikani i cili nuk merret me individin, merret me çështjen, një tip politikani i cili nuk është agresiv dhe nuk sulmon apo ta ngrej karrierën e vet duke hipur mbi shpatullat e tjetrit, po duke punuar dhe duke ngjitur shkallët e tij. Dhe besoj që kjo ka avantazhet dhe dizavantazhet e veta, po unë jam shumë i kënaqur, shumë i lumtur që vazhdoj të jem një trashëgimtar i denj i mbiemrit Pullumbin politik. Tani, nuk të ka thënë profesori që 3 mandate tani, Beni, rri në opozit tani, dil në opozit, 3 mandate janë shumë, se keni rrëshqitur në shumë gjëra, nuk të ka thënë ndonjëherë kështu? Po të ma ke thënë, nuk ta them të kështu që. Po sigur të kam ngulur këtu të them që nuk e mbyll emisionin pa Unë nuk jam e repart tash që dalë në televizor, kështu që ditë shmangen pyetjes. Mirë, profesori kishe këtë aftësi që ta jepte përgjigjen, po atë përgjigje që e dinte ai se si ta jepte kur ishte në politikën aktive vet. Nëse dëshiron realisht të dish se çfarë mendon, organizoj unë një takime dhe pyete nga afër. Unë jam në betejë për të fituar këtu. Jo, vetëm takim do ta kisha kënaqësi, po edhe një intervistë mbas zgjedhjeve me profesorin mund ta realizoj. Mund ta realizoj. Të falenderoj shumë. Ti di që ke vend veçantë tek ai, kështu që.
Po, unë e kam profesorin edhe unë të veçantë edhe vlerësoj për shumë arsye. Jo 1 e 2, jo pse më ka dhënë intervista. Por është një model që më vjen keq ta them. Ti nuk e ke arritur. No comment këtu. No comment. Sepse unë vazhdoj ta them, sepse më ngasmon me këtë gjithmonë, sa herë kam bën pllumin përpara ta them këtë. Kishte më shumë nivele dhe vlerë intelektuale, profesionale Partia Socialiste në kohën e Zotit Plumbi dhe çuditërisht edhe pse kishin jetuar shumë në komunizëm, partia ishte më demokratike. Shiko, ne mund të themi pse në vitin 90 e majta apo politika europiane nuk pati një Kant, nuk pati një Engels, nuk pati një Marx. Çdo kohë, pjell politikanët e tipit që i duhen kohës që kalon. Nëse ka nevojë për një njeri me shumë ne duhet përmirësohemi vokacion, përmirësohet shoqëria. Shoqëria duke u përmirësuar, individët shumë të spikatur dhe me diferenca të mëdha nga shoqëria fillojnë zvogëlohen. Po patjetër është pjekur shumë elektorati shqiptar. Nuk mund ta krahasojmë. Partitë janë bërë më pak demokratike Zoti Plumbi. Po ta shikosh, kjo është një temë tjetër, po ndoshta e diskutojmë një herë tjetër, të premtoj që vime bëjmë një debat, ose mund ta bësh edhe me profesorin këtë temë. Partitë politike në përgjithësi, në të gjithë rrezullin po e zbehin rolin e tyre. Dhe në fakt çdo gjë që lind një ditë do të shuhet. Dhe partitë politike lindën në një moment saktuar si një buffer midis pushtetit dhe popullit, sepse mënyra se si populli duhet ta delegojë pushtetin e vet nuk bëhet dot në mënyrë të drejtë për drejtë, pra e ka të pamundur populli të gjejë një mundësi që të zgjedhë ata që dëshiron në mënyrë të drejtë për drejtë dhe lindën partitë politike në mes. Për sa kohë lindën një ditë edhe do të mbarojnë, dhe me sa duket pak nga pak po piqet ideja që partitë politike nuk janë më zgjidhja më e mirë që populli të ushtrojë të drejtën e vet për të zgjedhur ata që dëshiron. Jam i bindur që edhe këto janë disa nga bisedat që bëj edhe me timat për me profesor Servetin. Mund të ketë zgjidhje të tjera në të ardhmen se si elektorati të çojë njerëzit që dëshiron në pushtet. Zoti Plumbi, ju cilën zonë keni ose zona? Në përgjithësi ngatrohet kjo gjëja dhe prandaj ndodh edhe pak rrëmuje edhe në këtë çështjen e këtyre zgjedhjeve të hapura. Ne jemi deputet të qarkut të Tiranës, pra. Ne që jemi në Tiranë. Dikush tjetër është i Durrësit, dikush tjetër është i Fierit. Dhe për sa kohë je deputet i qarkut, ti votohesh nga i gjithë qarku. Dhe për sa kohë votohesh nga i gjithë qarku, ti ke të drejtë të takosh në elektoratin tënd në të gjithë qarkut. Po pse jeni caktuar të 37? Ne jemi caktuar si drejtues politik të kryesisë së Partisë Socialiste në një strukturë të Partisë Socialiste. Unë drejtoj strukturën e partisë në njësinë 2. Në këtë rast e bashkëdrejtoj bashkë me një kolege tjetër. Pra ne shumë jeni atje 4 veta. Kudo ka shumë, edhe ke dyshi ka, dyshi pak më të vështirë. Po jo, tani kam i pyetur atje, ti je drejtues, okay, po ti ke ndikim më shumë si drejtues. A vjen, po them un Pandeli Majko te dyshi? Mund të vijë, nuk e di, po nuk vjen dot, pra, cila është një lloj rregulli i pashkruar, po duke tentuar të zbatojmë që të mos na dëmtohet vota, që mos mërzitet elektorati duke kontaktuar, ose më saktë struktura e partisë duke kontaktuar ne të gjithë, dhe në vend që të luftoj dhe të punoj për votën e Partisë Socialiste, të përqendrohet më shumë tek vota personale, do thotë i cili do nga ne mund të shkojë kudo, por jo të kontaktoj strukturën e partisë, e cila duhet jetë e impenjuar për votën e Partisë Socialiste. Keni pasur mosmarrëveshje? Tek tuket e ka mosmarrëveshje, mëse normale është garë është. Ne shikojmë lojtar profesionist të një super ekipi që dalin nga fusha duke mos i dhënë dorën trajnerit, është normale është kjo gjë. Mirë, deri aty nuk shkoni ju mos jepni dorën e Tiranës, po me njëri tjetrin bëni e pranojnë që është egresuar fushata brenda Partisë Socialiste në Tiranë? Jo, e gërsuar, është fjalë e rëndë. Fjalë e rëndë. Po sigurisht. Është bërë
Incandescente, ta përdor kështu si fjalë inxhinierike. Incandescente. Nuk ekziston më incandescenca, ka kemi dalë ke gjysmë përçuesit. Teknologjia. Është një spot në Instagram, teknologjia thotë. Kështu që unë besoj që ndoshta fillimi ishte pak më i paqartë, sepse sa u mësua se si, apo sa u kuptua se si duhet silleshin, se vërtet janë disa nga ne që nuk e kanë betejën e parë që bëjmë, po ka edhe pra plot kolegë të tjerë të cilët janë për herë të parë edhe ambicia për herë të parë për të treguar vlera apo mbështetje, sigurisht mund të ketë krijuar në momentet e para paqartësira, po besoj që gjërat janë të qarta se si duhet veprojmë. Edhe një herë përsëris që gjithë kjo skuadër e numrit 5, paktën skuadra që i njoh unë, është aty që të fitoj numri 5. Zoti Plumbi, vërtet e besoni ju vetët personalisht që ne për 2 vite mbyllen ato me BN dhe antarësojmë? Unë nuk e besoj, unë i kam parë të shkruara. Kë ka parë të shkruar? Kalendarin e bisedimeve për mbylljen e negociatave. Po sigur të dalin në krezi atje nga BE, thotë jo, thotë një. Sa ato duhet miratorë në parlamentet e çdo shteti. Pra janë 2 procesa. Po flasim për procesin teknik. Procesi teknik bëhet me Komisionin Evropian. Nuk bëhet me parlamentet e vendeve. Jo, s'po them atë. Pra, ajo që flasim deri në 2027. 2027. Ka të bëjmë me parlamentet. Ka të bëjmë me Komisionin Evropian. Okej, në rregull. Po, nëse ti... Se ju thoni antarësim. Nëse ti e ke marrë nga Komisioni Evropian, i ke mbyllur negociatat, ti teknikisht je bërë antar i Bashkimit Evropian. Politikisht, po, procesi teknik ka mbaruar, nuk ke më çfarë diskutosh. Zoti Plumbi, këtu si jemi dakord. Fakti që ti mbyll negociatat nuk do të thotë që ti je antar. Nuk thash je teknikisht antar. Po teknikisht, sepse nuk ke çfarë diskuton më. I ke mbyllur diskutimet teknike. Ti je bërë gati për të qenë antar. Pastaj, nga 2027, në fundu 2027, se do të mbyllësh një ranën teknike. Pa mbyllur ranën teknike, nuk fillon diskutimi politik. Pra në 2027 duhet mbyllim anën teknike, dhe nga 2027, mbasi kemi mbyllur ranën teknike, dhe nuk ndryshon më procesin mbrapa, pra nuk fillon në një vend që thotë nuk dua ta bëj këtë mbledhje ndërqeveritare, nuk dua ta bëj këtë. Pra deri në 2027 ne nuk... Po ju premtoni antarësim? Pra një sekond. Deri në 2027 ne e kemi këtë kalendar të mbyllur me Komisionin Evropian për mbylljen e negociatave brenda 3 vjetëve. Po të kemi parasysh, asnjë vend nuk e ka bërë. Domethënë vendi antar më i shpejt ka një 10 vjeçar negociatash. Ne premtojmë që brenda 2027, meqense e kemi këtë kalendarin, dhe është dhe situata shumë e favorshme brenda Bashkimit Evropian për zgjerimin, ne të mbyllim negociatat deri në 2027. Një që negociatat ta mbyllë është vetëm proces politik mbrapa që duhet kalojë në parlamentet e vendeve. Dhe aty themi që meqense Bashkimi Evropian na ka dhënë një afat që thotë viti 2030 duhet të jetë viti antarësimit të plot të shteteve, në këtë rast të Shqipërisë, ne mendojmë që brenda vitit 2027 me 2030 të mund të kalojë në parlamentet e gjitha vendeve për të kryer procesi politik, dhe në 2030 të jemi antar i plot me të gjitha të drejtat në tavolinën e Bashkimit Evropian. Por nëse ne nuk mbyllim negociatat në 2027, ky proces mund të shtyhet dhe pastaj aty mund të fillojë që një shtet tjetër mund të ndryshojë mendjen mbrapa dhe të bëjë, dhe kjo klima e përshtatshme që është në këtë moment kur interesat e Bashkimit Evropian puqen me ato të Shqipërisë, mund të mos zgjasë kaq shumë. Kjo është ajo që po themi. Mund të kishte qelluar që ne zgjedhjet i kishim pasur në tetor të vitit kaluar, do ishte mbyllur ai proces dhe qeveria tonë që do vinte mbrapa do të dilte që të bënte dhe të mbyllte këto negociata. Puna është se qelluan zgjedhjet në mes, dhe ne nuk mundemi dot të mos ja bëjmë të qartë elektoratit, që krahas gjithë problematikave apo premtimeve që bëhen në fushat elektorale për programet që ju nuk deshët ta diskutoni, është edhe kjo çështja këtu, që mund të rrezikojmë që të mos i përmbyllim në fund të 2027. Nuk e ka shpjeguar as Edi Rama këtë që thotë ju. Më konciz dhe më eksakte, nuk e ka shpjeguar Edi Rama. Pse e them këtë? Se Edi Rama ka ngritur pasaport dhe ka thënë, ne do jemi antar të BE-s. Ky është problemi i parë. Siç e shpjeguat ju, nuk është ashtu. E dyta, ju jeni shkencave eksakte. Tani ne jemi 2025 plus 4 2029. Tani ç'pun keni ju me 2030-ën? Nuk ka rëndësi se kush e bën Shqipërinë në 2030-ën antar të Bashkimit Evropian. Po ju duhet të premtoni 2029-ën për 2030, jo sot. Ne sot premtojmë që të përmbyllim negociatat në fund të 2027. Po pse kishin një mundësi tjetër që mos i përmbyllit? Po në rast se ti nuk je gati, pra janë 1000
rreth 1000 specialistë të ndarë në 40 komisione këtu, dhe ndoshta po kaq atje. Nuk e di se sa janë, janë dhe më pak. Nuk e di. Atje këtu e di se sa janë, të cilët çdo javë raportojnë për detyrat e javës kaluar. Jo, flas edhe një qeveri tjetër do bënte këtë. Po, sikur të ishim po aq të aftë sa ne. Vetëm tranzicioni, disa mujori, se do ta postonte kalendarin, do ta çonte 2028, do ta çonte 2029. Ju thonë ne hepni ne se zgjatet kjo punë. Ne nuk e kërkojmë mandatin vetëm për antarësimin në Bashkimin Evropian. Antarësimi në Bashkimin Evropian është një proces i nisur në vitin 90, i cili një ditë duhet të përfundojë. Kanë qelluar në këto zgjedhje që të jetë një atmosferë pozitive në Bashkimin Evropian. Po, dalë një atje zoti Plumi, si që tha dhe ju. Dele me i të shmendur atje, thot, jo Maqedonia e Veriut, jo po e Jugut, jo po Shqipëria me këtë shtet, jo po Hollanda do të ishte vizat, Macron tha, ne si 27 si jemi mirë, tha, duam edhe ca të tjerë, ne? Pra, për hir të geopolitikës, jo të në një aftësie të Shqipërisë në këtë rast, po për hir të geopolitikës, sot Bashkimi Evropian, të gjithë bashkë, janë dakord për zgjerimin. Dhe ne duhet ta shfrytëzojmë këtë, se nuk e dim se sa zgjat kjo gjë. Pra, ne dim që duke vazhduar kjo qeveri, ne përmbyllim 2027-ën negociatat me kalendarin që kemi. Në rast se nuk i përmbyllim 2027, sepse vjen qeveria, përshkojnë 2028, mbas edhe përmbyllim, por nuk e kemi më këtë garanci se si do të jetë mendja e tyre për një kohë të gjatë. Dhe duke pasur parasysh që shpeshherë Shqipëria, për hir të disa sherreve të brendshme, ka humbur trenin e historisë dhe pastaj janë dashur 10 apo 100 vite për të mos i kthemi asaj se të njëjtën gjë keni bërë dhe ju. Treni i historisë janë momente historike. E keni bërë dhe ju. Jo procese. Ka ndodhur procese, nuk ka pasur momente historike më para, por momentet historike janë momentet momentet historike janë tashti sepse klima atje është e tillë. Megjithatë, përtej kësaj, kjo është një nga shtyllat e fushatës tonë. Kemi edhe shumë shtylla tjera, të cilat kanë bërë me atë programin që juve nuk e diskutuat sepse e keni dëgjuar. Çfarë diskutuat? Dëgjoj Diramën në mëngjesin darkë. Keni dëgjuar ju, po se kanë dëgjuar ata që na ndjekin. Se si është transformuar ky vend në të gjitha aspektet, duke filluar nga ekonomia, që GDP-ja është 2.5 herë rritur, se si është transformuar ky vend në aspektin e turizmit, ku e keni parë se çfarë bëhet dhe se sa miliona europianë. Rritje më të ulët në Ballkan, zoti. Të kujt? Të ekonomisë. Me GDP që rritet 2.5 herë. S'ka lidhje GDP-ja. Rritja më e ulët është e fundit fare. Shifrat e fundit. Institucionet ndërkombëtare, jo. Ti duhet të shikosh ku nisesh, nuk duhet të shikosh ç'a ndodh brenda një viti, duhet të shikosh ç'a ndodh ku nisesh. Okej, se po afron koha se e kemi ajo që është e fundit që dua ta them realisht. Unë nuk besoj se Shqipëria apo ne shqiptarët kemi pasur në një moment më të mirë për të thënë kudo që unë jam shqiptar dhe të mos të vi të skuqesh apo të ulësh kokën. Kështu që të gjitha këto. Ta ka bërë Partia Socialiste? Po, e ka bërë Partia Socialiste. Imagjino mos ishte Partia Socialiste, çfarë do bënim ne? Mund të ishim akoma me kokën ulur. Të rroj partia ose? Po pse mos rroj partia? Zoti Plumi, jemi në fund. 30 sekonda deri në 1 minutë, elektoratit tuaj, një që mund ta bësh spot pastaj, një thirrje, pse duhet votojnë juve? Kjo është edhe pjesa më e vështirë. E para, të gjithë ata që na ndjekin dhe janë të rreshtuar majtas apo në pjesën ngri që akoma nuk e kanë vendosur se si, ju bëj thirrje që të votoni Partinë Socialiste numrin 5. Jo vetëm sepse ne do të arrijmë të përmbyllim negociatat dhe të bëjmë antarësimin e Shqipërisë dhe t'u japim pasaportën evropiane, por sepse kemi demonstruar në këto 12 vjet që dim se si të transformojmë vendin, dim se të transformojmë ekonominë e këtij vendi, dim se të transformojmë bujqësinë e këtij vendi, dim se të transformojmë turizmin e këtij vendi, infrastrukturën e tij dhe të jemi me kokën lart përballë atyre që deri dje na mbyllin dyert apo na trajtonin si refugjat. Nga krau tjetër, unë jam pjesë e skuadrës Partisë Socialiste, pikërisht e asaj partie që ka realizuar gjithë këto gjëra dhe që synon të përmbylljë dhe pjesë më të madhe të reformave dhe të konsolidojë atë që është kryer reforma, që është reforma në drejtësi, ku shumica e shqiptarëve nuk e gjenin drejtësinë e tyre, nuk po themi se kemi bërë
gjithçka, po kemi akoma për të vazhduar, për të konsoliduar atë gjë. Unë jam pjesë e kësaj skuadre dhe do dëshiroja që brenda preferencave tuaja, me qenë se këtë radhë keni mundësi që të votoni edhe në mënyrë preferenciale emrin që ju dëshironi, të votoni një njerëz që ka një eksperiencë saktuar, që ka treguar se çfarë di të bëjë dhe di ta bëjë me integritet dhe me moral të lartë. Faleminderit. Zoti Pllumbi, unë të falenderoj për intervistën dhe ju uroj suksese në 11 prill. Faleminderit dhe ju për mundësinë që më dhatë. Të nderuar teleshikues, do qet një intervistë me zotin Arben Pllumbi, kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës. Mos u largoni, kemi intervistë më njëherë më pas me Kejsi Elezi, kandidati i Partisë Socialiste po në qarkun e Tiranës. Shihemi pastaj.